Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës Islami, rruga që pastron shpirtin dhe drejton zemrën. Në mesin e një bote që vrapon pas përfitimeve kalimtare, ku humbet thelbi i njeriut dhe harrohet lidhja me të përjetshmen, feja e pastër islame qëndron si një fanar ndriçues, një rrugë e drejtë që të udhëheq drejt së vërtetës, drejt Allahut të plotfuqishëm. Kjo fe nuk është thjesht një emër feje, por është një rrugë drejt të udhëzimit hynor që ndërton pra karaktere të ndritura, ka çliruar zemrën dhe ka themeluar një civilizim mbi drejtësinë dhe mëshirën e plot hynore. Allahu i Madhërisëm thot në Kuranin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim, ai është udhërofyes për të devotshmit. Ajeti i 2 i surës Bekare. Ky udhëzim, që është Kurani famëlart, nuk është thjesht një përmbledhje e urdhrave të hynore të ardhura nga Allahu, por është një manual për jetën, një busull për shpirtin tonë dhe një rrugëzgjidhje në momentet më të këqija tona. Ai është themeli mbi të cilin ngrihet rruga e drejtë, ky është Islami. Islami është mënyrë jetese që ndriçon çdo hap të njeriut, në marrëdhëniet e tij me Zotin, me familjen, me shoqërinë dhe me vetveten. Ai edukon njeriun me parime që burojnë nga mëshira, besimi, por edhe nga drejtësia. Për këtë Allahu i plotfuqishëm thot në librin e tij hynor se feja e vërtetë tek Allahu është vetëm Islami. Ajeti 19 i surës Al-Imran. Si dhe po në të njëjtën sure, por nga fundi i saj, Allahu i plotfuqishëm thot Bismillahirrahmanirrahim. Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. Ajeti 85 i surës Al-Imran. Ky pohim i qartë nuk është një refuzim ndaj kërkesave të së vërtetës, por një njoftim hynor se rruga e plotë dhe e përkryer që të çon tek Zoti është veçsi Islami. Jo si emër, por si përmbajtje, si dorëzim, si bindje dhe si jetesë e drejtë. Profeti Muhammed, vula e të dërguarve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na thot: Islami është dritë që nuk shuhet, ai është rrugë që nuk humbet, dhe kush ecën në të, arrin tek Allahu, dhe kush largohet prej saj, bie në errësirë. Pra Islami nuk është vetëm një besim, por është një ecje drejt të dritës, largimit nga errësira, dhe këtë gjë Allahu në Kur'an e përshkruan si udhën e drejtë, si një dritë që e ndriçon jetën e besimtarit, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Le të shohim së bashku se çfarë thot Allahu i Madhëruar në surën An'am, në ajetin 122, dhe ai thot: A barazohet i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dham dritë me të cilën ecën midis njerëzve, me atë që është në errësirë e nuk mund të dalë prej saj? Ka si saj, jo besimtarëve u duken të bukura veprat që bëjnë. Kjo dritë është feja e Islamit, që ringjall shpirtrat dhe ndriçon rrugat e besimtarëve. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, në një prej fjalimeve të tij thot: Feja islame është kalaja më e sigurt, është mburoja më e fortë për ne dhe është speranca më e qëndrueshme. Kush hyn në të është i mbrojtur dhe kush largohet prej saj është i humbur. Ky koncept nënkupton se feja e pastër islame nuk është thjesht një rrugë shpirtërore, por një strukturë mbrojtëse ndaj mëkateve, padrejtësive dhe gabimeve njerëzore që mund të hasim. Aty ku njeriu dobësohet, Islami e përforcon atë me udhëzimin e Kur'anit dhe me shembujt e ndryshëm të ardhur nga jeta e të dërguarit të Allahut dhe ehlibetit pra familjes së tij të pastër. Rruga e drejtë nuk do të kuptohej plotësisht pa dritën e ehlibetit, pasardhësve të pastër të profetit Muhammed. Allahu e solli Kur'anin profetit. Profeti ja të çoi njerëzve, por pas ndrimit
udhëheqje të profetit, duhet të kishte njerëz që këtë dritë, këtë rrugë, ta dëgjonin përsëri tek njerëzit dhe brezat e ardhshëm. Dhe këto ishin pra Ehli Bejti, familja e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi ta, të cilët e jetuan Islamin në formën më të pastër. Në Kur'an thuhet: "O familja e profetit, në të vërtetë Allahu do që të largoj prej jush papastërtinë dhe t'ju pastroj plotësisht." Ajeti 33 i surës Ahzab. Ky është ajeti që vulos pastërtinë shpirtërore dhe vendos autoritetin duke i vendosur Ehli Bejtin si udhëzues së rrugës së drejtë pas profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Ne jemi rruga e drejtë për të cilën Allahu urdhëroi të ndiqet. Ne jemi dera për tek ai dhe nuk ka shpërtim për askënd përveç se me njohjen dhe dashurinë ndaj nesh." Në këtë hadith, ky imam pohon se lidhja me Ehli Bejtin është pjesë thelbësore e udhës së drejtë dhe pa njohjen dhe ndjekjen e tyre, feja rrezikon të devijojë nga shpirti i saj i vërtet. Ajo që jep gjallëri Islamit nuk është vetëm se letra e shkrime hyjnore, por është fryma që e jetuan ata që ishin shembull i përkryer i asaj që Kurani predikon. Islami, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është udhë e lehtë, por është rrugë që kërkon vendosmëri, durim, sakrificë dhe palëkundshmëri në këtë rrugë të drejtë. Allahu thotë: "Vërtet mendoni të hyni në xhenet pa provuar atë që kanë provuar të tjerët para jush, ata i goditi mjerimin dhe sëmundjet, dhe aq shumë u tronditën, saqë çdo i dërguar dhe ndjekësit e tij thirrën. Kur do të arrijë ndihma e Allahut? Ja, ndihma e Allahut është afër." Ajeti 214 i surës Bekara. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, martiri i Kerbelas, është shembulli i përjetshëm i sakrificës. Në momentet e fundit të jetës së tij, ai tha: "Nuk dola për të bërë padrejtësi, por për të ndrequr çështjet e ummetit të gjyshit tim, për të urdhëruar për të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja." Kjo është feja e pastër islame. Të udhëzosh të tjerë për të mirë, t'i mbrosh nga e keqja dhe t'i tregosh se cila është rruga e drejtë që i çon ato në rehatinë e shpirtit të tyre, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra rruga e drejtë për të, pra për Imam Husejnin, nuk ishte vetëm se një bindje e brendshme, por një veprim i guximshëm përballë tiranisë. Allahu i plotfuqishëm thot në Kur'an: "Kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj ndiqeni atë e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij. Kjo është ajo që ju porosit ai, pra Allahu, për të ruajtur nga të këqijat." Ajeti 153 i surës An'am. Elusim Allahun që do të na forcojë në këtë rrugë të drejtë, të na ndihmojë të jetojmë Islamin ashtu siç duhet, në dritën e Kur'anit, të profetit Muhammed, të Ehli Bejtit e tij të pastër, dhe të jemi të qëndrueshëm në këtë rrugë dhe të palëkundur derisa të kemi frymë dhe të jetojmë në këtë botë. Qofshim për atyre të cilët fitojnë shefaatin e profetit në botën tjetër dhe kënaqësinë e Allahut, si në këtë botë edhe në xhenet inshallah. Në këtë moment ju përshëndes përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.